us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna... Mirë mbrëma, vim sërish në Duo Prime me mua Lorin dhe me mua Erën. Era, do flasim sot për një temë që prek të gjithë, sidomos vipat, adoleshentat, po të gjithë edhe kategoritë e njerëzve, gjyshrit patjetër. Po unë dua të ndalem pak sepse ne më pas do zhvendosemi në një surprizë, në një studio. Para se të kalojmë tek personazhi dhe pse keni zgjedh atë personazh, unë dua të të pyes ty, sepse lidhet edhe me bisedën që do bëjmë me personazhin. Në rrjetet sociale na ndodh shpesh të gjithëve, por kryesisht vipave, që ne shohim një anë shumë të bukur. Dhe normalisht ti duke qenë gjithkohës në ekran, gjithkohës në rrjetet sociale, puna ta bën. Po. Gjithmonë je e vërtet? Unë nuk mendoj që kjo ka lidhje me të qenurin i njohur, se kjo termi vip në Shqipëri tani më nuk po merret vesh kush është vip, por që mendoj se është një shqetësim që na përket të gjithëve, të njohur dhe të panjohur, për mënyrën se si ne duam të paraqesim veten në rrjetet sociale. Kjo sepse ndoshta është një nevojë e gjithë secilit e brendshme për të dukur sa më mirë, sikur kanë të gjithë një jetë perfekte, sikur han të gjithë vetëm krudo, sikur kanë një familje të gjithë perfekte të shëndetshme dhe nuk kanë kurrë probleme. Po, ka dhe nga ata individ, ka dhe individ komplet tjetër gjë. Ka dhe zgjedhje pastaj. Po, ka dhe individ që nxjerrin edhe anën e tyre të errët, dhimbjet ose momente sfidash. Po ndodh më pak se sa dhe bën më shumë, reagon më mirë publiku, mendoj në momentin që shikon dikën, sepse në momentet vështira, sepse ajo duket që është diçka reale. Kurse këto fotot, sidomos këto fotot që janë tani më me këto filtrat dhe me këto, ne nuk po i njohim më njerëzit, se kur i shohim në rrugë nuk i njohim më. Ka edhe nga ato komente që nëpërmjet fotove, nga që nuk din anën tjetër reale të individit, kjo e ka dyst. Ama se ky është shumë mirë. Ma kanë thënë dhe mua njerëz që më njohin atë. Po. Duke e ke dysti? Jo. Nuk e ke. Nuk e di se çfarë do thot. Do të thënë ndodh nganjëherë kur sidomos kur për shembull nuk postoj shpesh. Nuk postoj sepse ndoshta nuk jam mirë. Dhe nuk dua që ta paraqes si thua atë moment të jetës time. Dhe ndodh shumë herë që kur jam mirë të bëj disa foto dhe kjo na ndodh të gjithë. Kjo na ndodh të gjithë. Nuk kjo është çështje karakteri, mendoj. Unë nuk jam një njeri që më pëlqen ta ndaj për shembull në një moment të vështirë me shumë njerëz. Po, ti jemi koincident që rrjetet sociale po ndikojnë për keq. Jo vetëm për mirë. Për mendimin tim po ndikojnë për keq. Absolutisht, për këtë do na flasi edhe personazhi, ne do ikim diku tjetër. Do ikim në Prishtinë. Do ikim në Prishtinë. I felt so deep I wasn't wise. I let you in, I didn't read the signs. Oh, for a second it felt right. But maybe there ain't nobody. Maybe there ain't nobody. 'Cause in a second I forgot everything we went through. Tonight I'm dancing like I never had you. 'Cause I don't need nothing as long as I am with my crew. With my crew. I never knew you. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Janë në studion time, është kënaqësi mi pas përballë, por e keqja se unë nuk do të intervistoj, do të më intervistojnë mua. Kështu që mirë se të gjetëm. Kënaqësi është e jona. Që jam pjesë e juja sonte. Ti në fakt je shumë pjesë e jona, sepse je në 25 vjet karrierë, je shkollë më vete. Për gjithë ne. Faleminderit, po unë prap ndjej një krahasim të madhe kur jam me dy mikeshat mijat edhe në anën tjetër në studion time. Është veçantë. Është veçantë se jam pozicionin domethënë ku zakonisht unë i marr intervistë mysafir. Si aty tani si ndihesh? Edhe tash po ndina domethënë që do na më pyetun ju, me prit. Po do ta pyesësh, mund ta bësh ndonjë pyetje kështu spontane. Kështu që jemi të hapur, patjetër. Po si ndihesh kur të marrin në intervistë? Është më mirë të marrin apo të marrësh? Nuk e di, domethënë është pak më e sikletshme, pak më e turpshme, ndërsa nuk e di pse
shpeshere Labi turpshëm. Tani na e mbushën modjen. Zakonisht kur I kam të ftuar përpara, unë nuk e kam as pak turp ndoshta me tregu edhe ndonjë ngjarje temën të historisë brenda për brenda emisionit kur e flasim, por kur vjen puna tek intervista domethënë edhe më pyesin për gjëra të mia, ndoshta personale, pak jam I turpshëm edhe nuk e di, nguroj mi tregu gjitha, nguroj ndoshta edhe mu shpreh për dëshmërinë tonë që e kena mbrapa kamerave, se jo gjithmonë që na ndodh që e kemi para kamerave lule dritë kështu. A vjen kjo labi në fakt edhe prej temës që ne kemi, që ndoshta duam të jemi shumë perfekt para kamerave, para rrjeteve sociale, vjen kjo domethënë ndjenja e turpshmërisë prej këtij aspekti? Edhe kjo është njëra prej pjesëve që zakonisht jeta dhe shoqëria, ndoshta rreti e ka ndosht këto që me ndru. Mos me qenë njëjtë si rrjetën sociale si me qenë jetën reale. Tash po flas është një gabim shumë I madh. Është një gabim shumë I madh për shkak që unë nuk muj edhe nuk e parapëlqej që po e pave një foto në rrjetet sociale këtë ndryshe, po takon njeriu në rrugë dhe thotë wow, ti je, dukesh ndryshe, dukesh gjithçka, kështu që e kam dhënë gjithmonë origjinalitetin, e kam dhënë gjithmonë me qenë jeta reale, si në jetën private, por edhe në rrjetet sociale. Jo mundu gjithmonë me qenë transparent, jo mundu me qenë I hapun, jo mundu ky që jam në jetën e përditshme me qenë edhe para televizionit, domethënë nuk ndron. Kur gjo ju e dini fort mirë, njëni ndoshta ky labi që jam, këtu jam edhe në jetën e përditshme. Jo, sigurt që në Instagram nuk përdor filtra. Jo. Se tani që po të shoh nga afër njësoj dukesh. Jo, e bukura e kësaj është vetëm për shkak që televizioni ndoshta pak pak më të plot, po çet ndoshta edhe pak më gjatë. E shpesh ndodh për shembull e pyetja është për shembull para gjykimit njerëzve. Wow, sa I vogël qenë, sa I rritur dukesh, sa I madh dukesh në televizion ose sa I plot dukesh në televizion, më I hodh je kështu në jetën reale. Kështu që televizioni pak I ka ato që ndoshta dukesh pak më I madh, po unë e parapëlqej edhe kam qejf që realiteti, domethënë që realiteti herë do kur do, domethënë shpesh e kemi thonë, rrena I ka kom të shkurta. Kështu që edhe këtu tek jeta sociale, tek Instagrami, bëll kërrejtë. O Lavi, çfarë është televizioni për ty? Që the dhe që pash televizion. Për mu është gjithçka. Sot është gjithçka. Sot është gjithçka sepse 2 dekada e gjysmë I kalova me televizionin, 2 dekada e gjysmë, domethënë punë, mund, sakrificë, jetë, dashni, buk, për shkak se mbi gjitha është buk. Dhe kështu që është gjithçka për mua. Jam mundu domethënë 2 dekada e gjysmë të jetës time me milion televizion, jam mundu domethënë më të mirën të mundshme që domethënë prej vetes e kam jep, e kam dash gjithmonë, vazhdoj me dash, nuk e di, çdo ditë më duket si diçka e fillimit. Sarë që ja nisi. Emocione, sarë nis. Jo që emocione, po kam një përgjithësi shumë më të madhe, ndoshta më të madhe se vitet paraprake. Tash kur I kthena para 10 viteve sa kam pas një guxim shumë të madh, desha me bëu diçka, e kurse tash për shembull pas 2 dekadave e gjysmë e kam më vështirë për me bëu, për shkak që duhet me pas më shumë kujdes, duhet me pas më shumë përgjithësi, duhet me di çka po flet, çka po tush. Atëherë kam qenë po më I guximshëm se sa sot. Për shkak se sot ndoshta atëherë e kemi bo gjithë shkapin e aty, ju e dini fort mirë dhe me thonë, e kemi bo dhe u shku, së dhe ki, së po e bone, nuk hupet ho kur mo, ajo të bitë shkon të ripërsërit, shkon të montu, të arën verzionin, që shti dashte prej shpis me sjell, dhe me thonë, që shti dashte prej shpis, për shkak se në ditë sotit, tjetë shpia, e shikon intervistën me mua me ty, e merë qatë pjesë, e trillon, e shtjellon, e monton, qysh dënë dhe me thonë në jetën në verzionin tënë, edhe poston në rrjetet sociale, në TikTok sidomos, edhe ti nuk ke mundësin as pak që të ndërhysh, ta fshish, dush me gjetë autorin, ai cili faktikisht e postoj, e realizoj me kërku, shkon pak kogja një histori e gjatë, kurse për shembull përpara, ne kemi bo, për edhe që ajo që o bo, është bo, o transmetu edhe mo o harru.
e sot nuk harrohet. Si bësh ndajmet atëherë që harroheshin edhe sot s'harrohen? Përpara tash ku po është? Do të këto skupet që sot tani me një klikim merr po e marr shembull edhe lajmet e asaj kohe, po më duket që lajmet kanë qenë më serioze dhe kanë qenë më me peshë. Po e marr shembullin konkret, nëse në fakt nuk ka qenë shumë interes në atë kohë jeta personale e jotja. A ke pas të dashura, pas ke pas të dashura, e martu apo s'ke martu, a ke pas grua, pas s'ke pas gru, ke pas fëmijë apo nuk ke pas fëmijë. Për shkak se jemi kohë ndoshta po. E kemi dasht ma shumë me ndëgju, ma shumë kemi dasht, po e marrë shembull, një këngë bukur, një nostalgji, një përjetim, një bisede bukur, edhe kam betë në kujtesë. Edhe sot, po e marrë shembull, nëse tash i kthehemi viteve para praka, dhe të thëmë, a kujtohet kënga e erës, për shembull kënga e parë, cila ka qenë, wow, çfarë melodie ka qenë, atë kujtohet kostumografia që ka pas, po e marrë shembull, unë si sot, të mbaj mend tash po e marr shembull tek puna e të dyjave, po tek puna më shumë ka lidh puna me erën për shkak festivaleve sandeve. Si sot e mbaj mend, domethënë që në atë periudhë para e ka një dekadë gjysmë, nëse nuk gaboj, tek kënga magjike kur vjen me një frymë tjetër, vjen ma meksikane, vjen me plot kapun, po e marr shembull si sot i mbaj mend ato. E sot po e marr shembull, sot është shumë shpejt, unë do era, u boni era edhe harrohet lajmi. Po kjo jeta e Instagramit e TikTokut, ju çdo të enjte keni të intervistuar si nga Shqipëria, si nga Kosova, nga Maqedonia, a ja bën jetën më të vështirë artistëve për të qenë, jo se s'duan të jenë vërtet, por si që the, këto lajmet që qarkullojnë, këto prerjet, këto memet, ja vështirëson të qenurit më të ekspozuar, se në atë kohë ishte më kollajt ishe i ekspozuar. Po flasim, po i kthehemi asaj kohë dhe kësaj kohë. Po kthehemi tek intervistat. Jo e dini fort mirë që në atë kohë, ndoshta për me pas një intervistë me një fytyrë publike, ka dosht me orë të tëra ndoshta me pas, që me ditë çka po foli dhe për me nxirr më të mirën prej asaj kohe. Sot po e marr shembull, ata artistat që kanë qenë për intervista të asaj kohës, pritojnë sot për me dalë pjesë e intervista, për shkak që secili ka rrjetet sociale. I ka rrjetet sociale të vetat, po e përdor rrjetin social të vetin, po e del, po e thot ato cilën faktikisht po do me thonë. Dhe nuk vita konsumojnë. Tash, po erdhe ball për ball me mu, e ka pak atë tremen që ndoshta i kthena unë historisë të asaj kohe, po e pës diçka aty për aty pa e dit, po e nxon kusht, edhe çaj intervistë më njëherë po të bëhet meme në për rrjetet sociale, është pak më e vështirë, domethënë se sa një artikull gazete. Po. Se sa asaj kohë që o thonë. Unë thash, gjithë shkapi që o thonë në atë kohë, o thonë aty për aty, edhe ka shku, ka mbaru gjithë shka. Sot nuk mbarane, është ma e vështirë pak sot. Ti nuk je nga ata gazetar, në fakt ti nuk je vetëm gazetar, je artist, i gjithanshëm. Po nuk je nga ata që i ngacmon apo i vë njerëzit në siklet, në pozit, për të gricur këtë lajmin, apo për të nxjerrë një anë. Ti je munduar gjithmonë që të nxjerrësh anën më të mirë të intervistuesve të tu, ose nga një herë për shumë, jo nga një herë, po mendoj që ti edhe nga ata, nëse mund ta quaj, zbuluesët e talenteve të reja. Dhe promovues, goxha. Po pra. Unë kom pas fat dhe kom pas mundësinë. Domethënë edhe fati dhe mundësia për shkak që televizioni ku jam dhe ku kam punu me vite tëra te Radio Televizioni 21, një farë mënyrë ka qenë një dritare shumë e mirë edhe sidomos për artista për shkak që i ka pas në vazhdimsi e si përpos televizionit, i ka pas edhe vëllezërit e motrat. Unë e thënë vëllezërit e motrat sepse e ka pas 21 plusin, 21 populloren, ku faktikisht domethënë këngët e asaj kohë gjithmonë janë transmetu 24 orë brenda televizionit. Kështu që unë kam pas fatin që ma ka bërë më të lehtë. Ma ka bërë më të lehtë domethënë ajo, po mbi gjitha kemi pas mundësi dhe hapësira që nëse faktikisht vjen era për promovon një këngë, se gjithçka po mlidhet prapë me erën, sepse muzika është me gjitha. Bëjmë Lori këngëtare, deri në fund. Nuk kam zë fare. Pas pak se si dihet korrimi bashkë, ndoshta të ta zbulojmë talentin në tri. Këndojmë të dy. Edhe kjo ndoshta më ka jep një mundësi që
me pas mundësin me I promovu edhe artistë të ri, gjenerata të reja, me dalë shumë emra prej emisioneve të cilat të fakt I kom pas. Jam shumë falenderues, jam shumë me pat, nuk kom qenë ai njeri që thatë prej natyrës, ndoshta që me qenë gasmus edhe me qenë ndoshta edhe me qitë musafirin pozita shumë të këqija. Pse? Unë e kom pas përmend një herë, po e përmendi prap tek ju, e kom pas përmend tek emisioni dhe kom pas tregu një herë për shkak që edukata edhe fryma fakt familjare. Ne si familje, do të thonë familja ime që unë jam ler, jam rrit edhe vi prej qytetit PS, kemi pas shumë, do të thonë tafërm cilët pak kanë qenë trethit. Edhe shtëpia janë pej ka qenë një del e hapun për shumë familjar edhe bashk vendas, do të thonë tonit, cilë fakt kanë qenë për fshatrat ndryshëm. Edhe vishin kena priti, kena përcjell gjatë gjithë kohës musafir. Si sot më mbaj mend, si sot më kujtohet, tash po e kthej për herën e parë, po e them sepse edhe ata cilë fakt kanë qenë bashk pjesë jana, kushërit, farfisi, të që kanë qenë për fshatra, si sot e mbaj mend që kemi pas telefon në atë kohë. Në shpe edhe vishin, për të gjithë vishin tek shtëpia për me telefonu dikon me diasporën, për e marrë shembull që I kanë pas të afërmit ngërbet, I kanë pas në përvendet ndryshme. Gjithmonë kemi qenë familje që I kemi prit, I kemi përcjell musafir. Gjithmonë gjyshit e ke pas njerë, gjithmonë se ke kur të vinë musafir tek shtëpia, me babën priti edhe përcjellet që duhet mënyrën më të mirën. Mos u mundo dhe me thonë me fyë edhe me nënçmu musafirin për shkak se ai sot vjen, mo kur deri s'ka me ta. Ose me përfitu prej tij. Kur s'ka deri me ta hapë. Kështu që jam mundu gjithmonë që mi pas dy të hapur secili prej musafirëve që ka qenë te unë, edhe sot e kësaj dite. The një gjë, jam shumë falendërues. Në këtë pjesën e falënderimit 25 vjeçar të karrierës, të gjithë njerëzve që të kanë ardhur në intervistë, era ka qenë intervistë te ju. Po, intervista e parë. Intervista e parë Po, mendoja 25 vjet me shumë marrëdhënie njerëzore. Ndoshta nuk do ta thuash kur emrin e personit apo të individëve, po në këto 25 vjet përveç falënderimit njeriu ka dhe zhgënjime. Sepse normalisht je Popi kafen. Gjithkohës promovues. Po. Ka dhe zhgënjime. Si ke menaxhuar këto momente emocionale për veten tënde? Si ke punuar me labin te kjo pjesë? Po është shumë interesante kjo që po e përmend, por nuk po kthen atë këto zhgënjimet e fundit. Jo, flas në njeriu zhgënjet edhe me një kameraman. Po këto po them, nuk po flas këto zhgënjimet e fundit. Po du para, do të thonë para një dekade gjysë, para 2 dekadave. S'po tek kjo këto. Por tek ajo pjesa e fillimit, po kthena krejt të një pjesë e fillimit ku në fakt I mundohesh me bo diçka, mundohesh me realizu diçka, mundohesh faleminderit, boft mirë. E dashur. Mundohesh një mënyre me bo diçka, edhe në fakt paragjykohesh edhe prej kolegëve, prej njerëzve, që fakt kanë punu në për natë kohë, më thonë për gazeta, në për portale. Portale s'ka pas, po ka pas gazeta. Edhe në për gazeta. Edhe tash ti ku, për shembull çdo javë, ti e ke një dashni të jashtëzakonisht të madhe të publikut, jashtëzakonisht një dashni të madhe që e merrshe në për rrugë, ku telshe, dhe më thonë që të kapshin për dore, mundëshe me të ledhatu, me të jep dashni, me të jep respekt, e në anën tjetër e prish që për një kolegu e shishe një lajmë, po e marrë shembull që skandal, ose kjo, dhe më thonë që ishe nuk ndishe mirë. Edhe si sot e mbaj mend dhe kur jetën teme nuk e haroj, as nuk e haroj kur deri në momentin e fundit jetës teme, të frymës teme, për shkak që një motor edhe një njeri që ndoshta ka ditë me menaxhu edhe ka ditë me mjep vullnet edhe ka ditë me mjep shpresë për me arritë edhe me pas punën e me pas gjithçkafin këtu, është një njeri që ka qëndruar mbrapa meje, ka qenë pjesë edhe vazhdon të jetë pjesë e televizionit, edhe në anën tjetër
dikep kur në fakt unë u qarsha në atë kohë, po du me leon krejt komplet, po du me leon punën, po du me leon këta, po du me leon këta, veç ma përke, kap për dore, e vlad, ullu. E vlad, ullu, ndalu, nuk është gjithë shka drit, nuk është gjithë shka mirë, nuk është gjithë shka keq, nuk është gjithë shka e bukur, ki ballapaqime, ki sfiza, ki sen, ti mundesh, ti ki me jadal, ti gjithë shkapin, po, prap, ose mulke. Dhe gjëm, mas kalit mirë qohet pluhon. Kështu që qëtësoj e vetën, edhe lëshoj gjitha, se vjen se cila ko, se cila etap, e bjen të vetën dhe vjen në vetin. Gjeraldina Vula është nana e Ledrit, që unë fakte kom pikën e dëpt jetës teme, për shkak që muj me thonë gjithë këta vite që i kom pas të karierës dhe gjithë shkafit, është falë dhe saj, për shkak që ka punu në fillimet e mija të karierës bashkë me mu. Kom qenë pjesë e saj, po e thonë për herën e parë dhe një televizion, një intervjis që po e jap edhe për juva atje, për shkak që unë kom jetu si i ri, dhe me thonë ato vitet e para, kur të vi në Prishtinë, jetoj në Prishtinë, Gjeraldina dhe me thotë, hajde, shtratin bashkë kime nda me Ledrin, djali jam i dytë kime qenë pjesë e jamja. 8 muj kom jetu në shpitë saj, 8 muj kom marrë frymen e familjes saj, edhe faktikisht dhe me thonë, jam konë njëri ndër të parë që në atë periull për e marrë shambull, kur u qëjke Ledri natën të thapë, dhe më veke, vlashka, dëgjoj e qëtërim se bona që pëtë e bona këta. Kështu që unë i thamë edhe tash publikisht faleminderit për gjithë shkafin, për shkak që një mënyre jam rrit edhe kom marrë frymen e saj që më kanë ndihmu. Periulla e zhgënjimeve tjera cilat vinë ndërsa ko pas kohe, qoftë prej njerëzve tu, qoftë prej njerëzve, prej kolegëve tu, apo qoftë edhe prej miqve tu. Jo, unë kisha më shumë të menaxhimi. Po ka njerëz që e menaxhojnë. Unë periullën e fundit, edhe në çata betam, periullën e fundit domethënë po faleminderit. Njëri pa u zhgënjy, nuk mundet me pas rritën edhe nuk mundet me pas suksesin. Duhesh që të më urzu prej shkallës, që në faktikisht më ngrit majë të shkallës. Po nuk dite, me menaxhu këta në përta, kom pas fat që kom pas gjerin për afër vetës, që ka dit me menaxhu në situatat edhe në fazën ma kulminante timen. Për shkak që atërë ka qenë kulmi jem, tash edhe menaxhimi po e marrë shembull menaxhimi jem edhe me Shqipërinë. Për shkak që unë erdha edhe mora një ofuri shumë të madhe, një dashni, një respekt pa fund të këdenë se sa isha. Edhe unë u rrita aq shumë, domethënë, edhe u bona i dashur edhe për publikun shqiptar në atë kohë, domethënë. Edhe ajo ka ditë për marrë shumë. Akoma po. Po veç ajo kohë domethënë prapë në some se shpesh herë i kemi ato ngritjet uljet, po dashnia po e marr shembull asaj kohe nuk harrohet. Është edhe një nostalgji për e marrë shembull e asaj kohë. Ndalove vetë tendencin. Si janë sot marrëdhëniet me produksionin, me konkurrentët aty, me jurin që ka qenë? Unë vazhdoj dhe që ndodhi me ato çmime se? Si she kesh në kërcim? Vazhdoj. Na thënë që ta rrëmbyen çmimin. Jo, çmimin ndërsa, çmimin nuk e kanë rëmby, çmimin e kanë merituar Albëria me Veselin, për shkak se labi u rrëzu prej skenës. Mua bete rrjetesh sociale, s'dim gjëna. Labi u rrëzu prej skenës, labi u rrëzu prej skenës. Labi u rrëzu, a e rrëzun? Neve ja, çfarë dëgjojmë në rrjetet sociale? Labi është rrëzu prej skenës, ka lëshit prej skenës dhe ka qenë o zot që kur njetë nuk e harroj. A ruan marrëdhënie me stafin? Unë një dashni shumë të madhe, një respekt shumë të madhe për Vera Grabockën, për shkak që është një zemër e madhe, edhe është një jashtëzakonisht një njeri pozitiv edhe energji. Unë veç 10% nëse kam mujtë me marë, qetësinë edhe shpirtin e saj, energjinë e saj, që ka para se me ja fillu për shembull një transmetim. Unë adhuroj për punën edhe mënyrën edhe qasjen e saj ndaj vetvetes. Punon me vetvetën, pastaj din me menaxhu gjithë të tjera. Vazhdoj me pas një raport edhe një miqësi shumë të mirë, gjithashtu me Alketën që e kam një zemër shumë të madhe, mos mi harru anën tjetër për shkak se me popin unë vazhdoj me pas komunikim edhe së kësaj dite, nëse ju duhet diçka për sa i përket
qoftë tek Densi apo qoftë Peter Pani apo çka do, unë jam I hapur për mënyrën e bashkëpunimit. Po me Arilenën si është marrëdhënia sot? Edhe me Arilenën sot për shembull nuk I kemi raportet, jam ftohtë pak ato raportet që jam kom përpara se me Arilenën nuk kom ditë me shku edhe në ditëlindjet Arilenës këtu ndërmi, po edhe ndoshta me shku ko pas kohë mu taku, me pi kafe, me qenë afër njëri me tjetrin, po periudhën e fundit dinamika tu e marr parasysh se edhe ajo puna e saj, domethënë që edhe koncertet e saj edhe jashtë Shqipërisë, menaxhimi me Amerikën e me shumë çka. Saj në anën tjetër puna jeme, biznisi, jeta, familja, gjithçka, kështu që po është e pamundshme me qenë çush kam qenë përpara në Shqipëri ose me qenë bashkë me Arilenën ose me Popin ose me Alketën ose me Verën apo me kënda tjetër. Tash të pyes unë çik që ti rikthehem pak temës. Po. Si ke menaxhuar përgjithsisht ti këtë famën të pjesën e ngritjes flas në marrëdhënien tënde familjare? Do të thënë fama this reality. Po, është shumë interesant, domethënë, është shumë interesant, përqë nuk më ka ndryshu as pak, domethënë, fama veç që më ka bën ndoshta më të lidhur me qenë me familjen. Po e tregoj, domethënë, kështu edhe për shikuesit, edhe për gjithë të djegësit e krejta, jam ai njeri që edhe sot e kësaj dite jam mbledhsi I familjes. Pse po e them mbledhsi I familjes, për shembull që festat, sidomos po e marr shembull që ne e kemi një muaj të madh të Ramazanit që agjerojmë, edhe gjatë muajit të madh të Ramazanit unë kam qejf domethënë që mi respektu, sa më respektojnë domethënë secili I afërm jemi ose miqësia ose shoqënia ose njerëzit e rrethit, e kështu që është e pamundshme domethënë që mos mi mbledh hallat, qikat e hallës, djemt e hallës, në shpër një ditë më pej, edhe me shtru një iftar, edhe mu bo gjithë bashku. Kështu që fama, mu veç më ka bo ma të fort, saj përket pjesës familjare, ma të ndishëm ka bo, për shkak që gjatë këtyre viteve, domethënë të mia të karrierës, unë kam ditë me pas shumë sfida në jetë, kam ditë ndoshta edhe shumë takime të shumta me pas me shumë njerëz të ndryshëm. Domethënë tash si sot më ka ra me punu po e marr shembull në televizion me një njeri që ndoshta I ka milionat, po si sot më ka ra me shku të një familje që I ka hallët edhe dertet edhe me shku edhe të ajo familje me vizitu. Kështu që e kom bo më njëherë dallimin mes dyjave, prap isha në mesin. Isha në mes, domethënë që as e mira me pas shumë, as e mira mos me pas hiç, po me pas një mesatare. Kom qëndru të qaja mesatarja, kom darë gjithmonë jetën me pas një jetë mesatare. Nuk jam prej atyre njerëzve ndoshta që unë I luftoj luksin edhe kom qejf domethënë me pas. Nga njerë mesatarja mund të jetë këtu vetëm nga si magje Lamborghini për shkak. Jo, për mua nuk është ajo mesatare. Jo, për mua nuk është ajo mesatare. Është mesatare me pas një jetë normale, me pas një jetë me pas kushtet normale, me pas mundësinë domethënë me shkollu, me eduku vajzën, me pas gjanat elementare ajo, mos me dal prej jetës reale. Prej jetës reale, për shkak që ndoshta jam rrit edhe me qatë frym. Jam rrit me qatë frym që jo mundu me pas tonat, po prap domethënë kam qenë me kom për toke. Unë dale pak tek vajza. Po. Vajza si është O pika jeme ma e doktor, gjithë shka bota jeme, është gjithë shkafi, domethënë, gjithë shkafi është për mu, sot është vajza, domethënë. Jo, si është gjithë del në rrugë, she babin që është I njohur. Është shumë interesant për shkak që është moshe vogël, po si moshe vogël, kur I sheh për shembull që në fakt që po vinë vajzat, vjen në kapet në Bëhet gjeloze, thot, babi është jemi, vici jemi është, vici jemi është edhe apo. Po ti që I thua? Edhe unë I thëmë, qëre babi është vici joti, këtë jetën ka me qenë vici joti, babi është I joti, po faktikisht dhe me thënë që babi është famous, babi që është edhe I gjithë këtyre njerëzve që më ka një bab dashni, edhe jetoj me ta, dhe me thonë, habuk me ta, e shijoj gjithë shkafin bashkë me ta. Edhe okej, edhe po e pyetep edhe sot Roa, çka ke më bo kur të rritesh? I like famous si babi. Është ajo që ka ndonjë talent?
Që ndjek shembuj. Si duket? Është shumë interesant për shkak që qendresa shpesh herë thot o Zot e don edhe të ka gati ty sa i përket vizatimit. Ka qef shumë e vizatu. Ka qef shumë tek pjesa e artit, domethënë vjen tek ateljeja, domethënë tek ku jemi tek lokali, vjen merr materiale, thot baba muj me prej qëta, muj me bo, me qit dekor, diçka, mundet, kështu që e don edhe këtë pjesën, e shoh që ka talent, ka sy, domethënë shumë te kjo pjesa e kësaj. Paska të trashëguar nga babi. Po, në fakt është shumë interesant që pjesën e muzikës. Domethënë tek pjesa e muzikës, domethënë nuk ka këngë që nuk e den, po e tregoj që në fakt edhe këngëtarin e preferuar po e zbuloj për herën e parë tek intervista juaj, domethënë Ylli Malit. Ylli Malit. Ylli Malit, domethënë nuk ka këngë të Ylli Malit që nuk e din vajza, domethënë nuk ka këngë domethënë që nuk e don ti. Ti nuk e ka tina, edhe në fakt që e pëlqen kështu si këngëtar, edhe një ditë për ditë vëllem u kthy pasi jemi domethënë edhe ka fundi i vitit. Edhe e di që ajo në dhjetore ka ditlinje dhe kthehet o bab, atë më aftu Ylli Malit me më knut të në ditlinje, po bab, mos pa me rakmë dhe më e gajnë. Ti e një baba që do t'ja plotësoje vajzës sënde të gjithë shka që do, apo do që ajo të rritet të avash t'i fitoj vetë gjërat të veta? Arritjet e veta. Kisha pas qef që gjithë shkafin më varë vetë, me arrit vetë, me marë vetë, edhe pse bazën kryesore ajo ka me pas. Ajo bazën kryesore ka me pas për shkak që ajo banesë ku jam unë, ndoshta nesër mas nesër i takon asaj e trashëgon ajo, po në fakt unë i kam pas rrojt, i kam pas gjithë shkapin, po bazën e kam ndërtu krejt vetë. Me forcën teme domethënë që babi shumë herët ka ndru jetë dhe në një mënyrë na erdhën pas luftës domethënë u shkatru shtëpia, gjithë shkapi është duke më marrë veten krejt për fillimit, kështu që më është dash domethënë gjithë shkapi me bo me vet forcë, kështu që luftoj edhe sot e kësaj dite që edhe vajza eme, po edhe çdo njeri që të mundohet edhe të arrin me forcë për shkak se ja din vlerën më shumë. Ja din vlerën më shumë jetës, parës, gjithë shkapit. Po në fakt ti je, më falë. Jo, s'ka problem, ne qëllon që ndërpresim dhe njëra tjetrën. Kemi filluar të bëjmë të sjellë. Jeme fat lapi që je face to face, po kur je dy është pak e vështirë të menaxhohet. Jo, unë do të thoja që në kaq shumë vite ti ke bërë aq shumë gjëra, sa tani nuk kam del koha për t'i thënë të gjitha, po në fakt ne nuk kemi vetëm në studion tënde sot këtu. Po. Jemi dhe në atelien tënde, dhe unë do doja që të shikonim dhe të rishfusit le të themi shqiptar sidomos, që nuk e njohin ndoshta këtë anën tënde kreative tjetër, të shikonim disa gjëra shumë të bukura që ti ke këtu. Edhe në fakt rubrikën e sendeve ta përkthejmë në Jem kamër te vetë sendi. Te vetë sendi. Kështu që ne do lëvizim pak nga studio tani, mbas sikles, dhe do themi sa gjëra më të bukura, më interesante, profesionale, por edhe artistike të labit. Tani kemi ardhur fiks tek vendi që do na tregosh ca detaje. Po. Kryesisht jemi tek vendi ku në fakt unë jam pjesë kjo që e thash edhe shikuesit pak ndoshta e din tek ju atje, për shkak që unë e kam bajt pak më shumë me Kosovën, me diasporën. Nuk kam qenë prezent as shpesh domethënë me promocion domethënë sa i përket kostumeve të mashkujve në Shqipëri, edhe pse kohë kam pas fytyra publike të cilat fakt i kam vesh për paraqitje të ndryshme, po nuk e di. Për shembull, unë dua të di çfarë do vesh ke mbrëmja jote gala për shembull. Për shembull tek për vjetorin po mendoj. Çfarë do vesh unë aty? 25 vjetori. Te 25 vjetori për shembull. Unë do ta marr në vend tjetër, do të di. Nuk prish punë qëre. Tek ku kemi tek fotografiat atje, unë i kam disa persona për shembull që janë për shembull është njëra prej mikeshave të mia të më dashura që e kam edhe mikesh për zemër Jona Sopin. Çukosh Jona për shembull, ama atë veshje ka qenë bashkë me Besa Kokdhime nëse nuk ka bëj tek festivali i rrethshës. Kështu që pse jo? Nuk e di, akoma s'kam mendoj, nuk e di. I kom provuar gjithçka. Do ta zbulojmë në 4 janar. Ndërkohë duhet të jetë fluks jashtëzakonshëm në verë po dhe në dimër, se ka dasma dhe në dimër. Ti je pjesë e gëzimeve të
çifteve? Kryesisht domethënë Vinë të ndur plot. Kryesisht domethënë jam pjesë e dashmave. Unë përpas që e punoj domethënë jam pjesë e wedding planit që bëjmë planin komplet domethënë dashmave, organizimit, prezantimit brenda dashmës. Tashmë është edhe një mundësi tjetër për ata të cilët fakt vinë drejt ateljes dhe dojnë me po përzgjedhjen san, po kam klient shumë. Më vjen mirë domethënë që klient kam pas si vjet edhe këgja shumë të Shqipërisë. Edhe Shqipërisë kanë qenë për shkak edhe çmimeve. Edhe çmimeve se duhet ta mendosh më seriozisht të punë. Okej, dakor. Po do ta rrisim çmimin neve, do na japësh në përqindje. Po patjetër. Po të dam lobingun. Patjetër. Mundona me qenë i veçantë. I veçantë për shkak se çdo aspekt. E para dhe prandaj e para është aty më shkoi syri. Panairin e wedding në Izmir ka qenë domethënë panairi më i madh domethënë Ballkan është që bëhet edhe është punimdore, po komplet domethënë punimdore që bëhet. Kështu që e ka mundësi për shembull tash shumica e xhaketave të cilat janë për shembull po e marr shembull të kjo këtu. Unë kam praktikuar dhe përpara e kam bë 2 jaka. E shikon janë 2 jaka, se nëse don ti e bën po, nëse don ti e bën jakën me dizajn komplet, po e provove, e heke edhe duken kryesisht jam mundu gjithçkafin jam mundu tek ajo pjesa e kohës televizive, që me pas me mundu pra. Kjo duket pak më skenike kështu. Kjo është për shembull tash ajo koha e labit, para 20 vjetëve domethënë që kisha tek programe. Nga nevoja jote për të veshur? Kryesisht domethënë bazë ideja dhe sanave të mia që kam pas edhe era mund ta konsiderosh këtë. Se kjo është era ka shumë janë nis me detaje, ka shumë detaje. E gjeta unë çfarë do vesh. Atëherë pse po se love me kot? Ka shumë mos e vër brenda këtë. Mua pëlqeu shumë edhe ai këndi atje. Era, ka. Që kjo në ka gjitha heq. Ki lloj ndryshme domethënë, edhe pse domethënë 90% brenda ateljes nuk janë me dizajn, domethënë veç 10% janë me dizajn, se 90% janë pa dizajne. Nëse ki nevojë dhe dëshiron me pas dizajn, e bëjmë aty për aty. Tani herës tjetër kur të jemi të ftuara, me që na ftove, do vishemi vetëm si të thuash ti. Po. Herën tjetër kur do të vini, domethënë vini për të emisioni jam. Jo të emisioni juaj, për të emisioni jam. Të emisioni jo të na veshësh. I keni këtu rrobat edhe i veshni edhe s'keni nevojë domethënë i marrë vetë. Tani bëj një pyetje unë. Mu pëlqeu e, ti jemi atë po shikoj edhe unë. Ku tek këtu na tregon një çik tani. Kush nga ato personazhet publik që ti ke veshur mendon që i ka nejt si duhet veshja? Ose më pak që e ke pa ti dhe ke thonë wow. I ngjit. Ka. Krejt komplet, çka janë këtu? Edhe ata që s'janë këtu. Unë e kam një njeri të zemrës që në fakt edhe di që po edhe juve si t'ju them pajtoni me mendimin tanë, që çka do që ti veshësh, edhe çka do që e prezenton, domethënë në përvende të ndryshme prezentohet me dukjen e tina, ajo është imazh. Sabri Fejsallahu. Kështu që sabri unë kam gjithçka, domethënë, doja ta thoja, po nuk do të ngilte hatri këtyre të tjerëve. Domethënë prej krejt këtyre domethënë sabrin, edhe pse kam pas. Jam e sigurt që si ngel hatri askuj. Jo, sepse mbi gjitha kam pas fatin domethënë me sabrin, domethënë është cilësuar edhe janë vlerësuar për shembull shumica e sandave që ka pas ledri vesh për për shembull spotet e fundit që kemi bë, pastaj është interesant se me Medën kam punu këgja gjatë dhe punoj këgja gjatë, domethënë sa i përket kosmografisë, domethënë çdo vitri, çdo pjesëmarrje, çdo videoklip, çdo san është konsultat i bëjmë përbashkëta. S'po flas domethënë për këta tjerë, kam pas fatin që për shembull tek me familjen Kelmendi, me Albinën, bashkë te Eurovisionit, domethënë shumicën e paraqitjeve, domethënë të vllavë të Albinës, edhe babet, po edhe bashkëshortit Albinës Balonit, mi punu shumicën e sendeve domethënë për pjesëmarrje. Si do jenë të veshur për 25 vjetor. Aty do t'jeni edhe ju dyat. Faleminderit. Po ne do jemi patjetër, do jemi të veshura me kostume. Ajo e zgjovi çeketën e ndau po pyetën Marova. Aty jo nuk të flas me kostum, aty të pjesë tamam që je kështu prezenca jote që është në për të pihat koç se zakonisht që je e veçantë. Faleminderit. Tani rikthehemi bisedës në studio. Kemi pak bisedë akoma.
Prapa, Rikthehemi. kthehemi realitetit. Kemi një surprizë për ty. Kemi një surprizë për ty. Okej. Dhe pas gjithë kaq gjërave të bukura që pam, kostume shumë të bukura, ajo pjesa e rrobaqepsisë më pëlqeu shumë. Unë Edhe shumë detajist. të përgëzoj për një punë kaq të bukur vërtet. Shumë faleminderit. Artistike, se nuk është kollaj të bësh dhe gjëra artistike, nuk është puna vetëm ta bëjmë, po edhe të ketë element Unë jam shumë e fat mas parti që i kam edhe njerëz dhe rreten edhe bashkëpunëtor në gjithçka brenda kësaj ateleje, por edhe mbi gjitha unë u bon tash 7 vite që jam bashkë me Valonën, po kam qenë edhe paraprakesh veç vet, po këto 7 vitet e fundit domethënë jemi rritë edhe kemi ardhur ku jemi ardhur këtu. Jam shumë e fatë dhe falenderues se cilit prej atyre artistave që pak janë pjesë e jemja, që vinë, i marrin gjërat për videoklipe, për shumë sa të tjera që i folem në përgjithësi gjitha këto. Kështu që një falenderim shumë të madh i takon prej meje. Tani ne kemi vendosur një pyetësor për labin, po që është pak fani, më kuptohet, por para se të kalojmë tek pjesa fani, për ta mbyllur me pjesën fani dhe me një përshëndetje që kemi për ty labi, unë fakt dua të di në 25 vjet karrierë. Nuk mendoj që të ka ngel peng ndoshta për të intervistuar dikën në Kosovë, aq edhe sa folëm pak pas kamerave, po do pyesja pak për Shqipërinë. Ju vini shpesh dhe në verë, emisionin e bëni në ambiente që ka të bëjë me lokale, me rekuizita shumë të bukura dhe personazhe shumë të mirë. Edhe gjithmonë jam mundu buzdeti. Ose në pishinë, Por a ka një personazh që do doje në këto 25 vjet ta kishe intervistuar, ose për arsye të ndryshme nuk e ke intervistuar, mund të jetë dhe politikan shqiptar? Është shumë interesant, për shkak që unë thash, kam pas shumë personalitete ndryshme të jetës politike, kulturore, sportive, të artit, pjesë të emisionit Një kapëm labin gjatë këtyre viteve, kam pas fatin domethënë me pas shumë personalitete të Shqipërisë. Jam me fat që pse si sot e mbaj mend intervista e parë me Princ Leka Zogun në studion atë kohë, domethënë i ka një dekadë gjysmë. Ti e ke marrë intervistën e parë? Intervista e parë, domethënë ka qenë në studion e parë, domethënë edhe hera e parë që është dalë diku që ka folë për në media, si sot e mbaj mend domethënë që kam pas një intervistë. Menjëherë domethënë intervista, nëse zgaboj, ka qenë intervista mas një javë. Një javë para tina e kisha intervista e parë e kryeministrit Hashim Thaçi në një televizion, domethënë si në atë kohë kryeministër, në studio të kon, edhe një javë pas domethënë Princ Lekën. Nuk e di pse, kisha pas shef, nuk e di pse nuk e kam realizu, pse unë respekt kam shumë të madh dhe nuk e di, e vlerësoj për stilin edhe për dukin edhe për punën edhe për gjithë shkapin kryeministrin shqiptare, Edi Ramën, që ka bo për Shqipërinë, po nuk e di pse nuk e kam një intervistë me Sali Berishën për shkak që kisha pas qef me pas se djemi me për një ditë kemi ditëlindjen. Me 15 tetor Sali Berisha, me 15 tetor e kam unë. E kështu që dy peshorët e një vend. Nuk e di pse nuk e kam realizu, domethënë. Është shumë interesant domethënë pse s'e kam realizu, pse çif kisha pas domethënë. Po ja tani mbas intervistës tonë, duhet parë. Me shumë respekt domethënë për shkak që kam qef me pas Sali Berishën, kam qef me pas Edi Ramën, domethënë po një pyetje tani sipas teje dhe që ta lidh një çik edhe me biznesin tënd të veshjeve. Kush ka stilin më të bukur nga ata të dy? Edi Rama pak është më i veçantë. Është më i veçantë sa i përket stilit. Po mirë, çfarë do t'i ndroje stilit të Sali Berishës për shembull? Nuk kisha ndryshuar diçka, me mbet kështu që është, po veç i kisha kthy do gjëra të vjetra që i ka pas më përpara, sepse edhe stili kur në fundit po kthehet, po kërkohet pak old. A vjen domethënë? Do të ishte më i bukur. Për mua, për mendimin tim është gjithmonë është e bukur kur i shoh domethënë ato jakat më të mëdha që kanë qenë edhe të këmishave dhe xhaketave edhe kështu që ato isha këty ndoshta te Sali. Do kalojmë tek pyetësori. Unë me ziko pres. Dhe në fakt, duke qenë se jemi në këtë jehonën e festivalit të RTS-s. Okej. Është thashë them apo e vërtet Ky është pyetësori.
Shpejtësori quhet tash e them apo e vërtet? Okej. Është tash e them apo e vërtet që ke refuzuar ftesën për të prezantuar festivalin e RTS-s? Jo, nuk kam pas ndonjëherë ftesë dhe po të kisha ftesë me shumë dëshirë do e kisha planu. Për shkak që ja vlen me qenë pjesë e festivalit të RTS-s, megjithatë është një histori e bukur e kulturës e muzikës. Është e vërtetë që ke shpenzuar 500.000 euro në dasmën tënde me 700 të ftuar? Jo, nuk është e vërtetë. 499? Jo, asaj e sot. Nuk është e vërtetë. Këngëtarët të morën lekë, se mua nuk më mori lekë kjo kur u martova. As mu nuk më kanë marrë lekë, kështu që unë kam pas fatin. Kam pas fatin se nuk kam pas as shumë shpenzime, për shkak se kanë qenë kompenzime. Të qartësoj një gjë, se është shumë e rëndësishme në fakt. Audienca nuk e kupton që të punuarit në televizion dhe në një rreth me shumë miq, shumë gjëra bën me clearing ose me miqësi. Dhe kjo përbën këto lajmet. E mira me të mirën kthehet gjithmonë. Kështu që bën mirë se gjen. Dole me plus apo me minus në dasmë? Dola minus. A është tash e them apo e vërtet që je ftuar të marrësh pjesë si banor në Big Brother? Jam ftu, po për më fut më renda në Big Brother, Pra jo. që nga e vërtet që ke marrë një ftesë ndërkohore. Po, kam pas një ftesë, po. Nuk mundesh me u izolu? Nuk e bën dot. Nuk e bëj dot Nuk e kosh. bën dot nga puna apo nuk e bën dot? Jo, nuk muj, nga karakteri nuk muj. Mos ndoshta nuk e bën se ke frikë se mos njerëzit shikojnë atë labin që nuk e njohin. Jo se ky labi i njëjtë jam edhe ja, ti një. Ndoshta nga izolimi, dakor, po bëj gazetaren tani gjasme unë. Ky labi i njëjtë. Po nuk e di, nuk më duket shumë mirë për më futë dhe për me jap gjithçka. Prej vetës, të më thonë... Tash e them apo e vërtet që ke pasur një krizë në martesë? Jo, tash e them. Okej. Shpepe. Tash e them apo e vërtet nëse e ke uruar për ditëlindjen e djalit këngëtaren e famshme Dafina Zeqiri? Një farë mënyre prej në një emision ku kam qenë, i kam thonë që i uroj lindje të mbarë dhe të mirë dhe të ketë fëmija jetë gjatësi, kështu që i vjen që kam uru. E pas ke uru. A është e vërtet që ke... E nuk do të thotë që edhe prej emisionit quj që se ja uroj ma të mirën, për shkak që nuk ka gjë ma të mirë që me pas fëmijë. Tani, tash e them apo e vërtet që këtë biznesin që keti e ke për pastrim para? Këtu na rrinë qik, tash na fyt vërtetën. Ka që kisha unë tash, unë po marrej të kafën. Sa të doja ti kisha hatë pastrimin e para, po se kam. Do visht pastrosh dhe ca nga këtë mjatë. Sa të doja, po se kam. Nuk e kam pas fatin dhe mundësit. Kështu që, jo, thash e them është. Po pse mendon që lindin këto lajme të tipit pastrimit parave? Pse, dëgjam. Duke që shumë vite pjesë e medias. Shumë, unë thash, sot për sot, të më tonë shumë e lehtë gjithë shkapi. Ulesh në shpe, ajon të nga pa dikush, e kryon një lajmë edhe qatë lajmë edhe bajo bëhet virale, edhe kjo. Marim ca klikime. Edhe marim ca klikime dhe pasaj po shqehemi. Po shqehemi me gjërat fakt që cilat nuk janë edhe aq të mira për neve. Duhem me pas kujdesin shumë të madh dhe më thonë se çka po bëjmë, çka po postojmë, çush po reagojmë, çush po veprojmë. A jeti nga ata që i fshin komentet negative? Jo, nuk jam për atyme, por edhe me të rregu drejten nuk beson zot që nuk jam ai njeri që ndoshta që i përcjellë atë shumë rrjetet sociale. Besoj që unë e postoj një fotografi, po e marr shembull, postoj diçka tek Instagrami apo tek Facebooku, edhe harroj pastaj domethënë me hy. Ndodh për shembull që kur shkoj te shtëpia ose më thon bashortja, ose më thon dikush për miqve, ose dikush po dhe ky kish komentu këto apo prej emisionit të ndihmar kjo, nuk jam ai njeri ndoshta që i përcjelli shumë edhe që hy ndoshta tek këto detaje. Për shkak që nuk e di, nuk jam mësues, nuk jam rrit me atë frym, nuk kam ardhur këtu ku jam sot prej rrjeteve sociale, nuk jam kon që ai që kam dashur me jetu, me ndërtu me skandale, jam ndu gjithmonë realitetin me pasqyru, domethënë, jo vetëm tek vetja, po
por edhe shpesh herë edhe tek musafiri. Jo mundu gjithmonë që në fakt edhe musafirin një farë mënyrë me nxirr realitetin dhe jetën e tij personale nëpërmjet realitetit që është. Tani unë nga që kam shumë vite që e ndjek, mu duk vetja sikur edhe pse pyeta sikur isha e ftuar. Nuk e di se mu dha kjo ndjesi. E bukur kjo. Kafja ç'shpyet duket tek on. Kafja, unë se provova, kërkoj ndjes. Ti tani të lutem, unë mbarova, po veç, a do ma ktheni këtë kafe ndonjëherë? Ju dy ata shpyeton publikisht në emisionin ju dyave keni me qenë tone, se çfarë sfide e pata unë me juve dyave, edhe do ta keni sfidën. Patjetër që do. Olapi tani sa të shijoj Lori kafen, po. Ty do të vi një mesazh. Okej, vjen mesazh telefon timin apo po, ja ku e ke telefonin. Te unë vjen? Tek ty do vi një mesazh. Hajde, okej. Do ta vendosësh këtu afër i diti hallet tona që të marri mesazhi vjen voice mesazh apo voice mesazh. Do ta mbash pak afër, do ta dëgjosh. Patjetër, hajde. Pak audion e di veti ato biciklete që të regjistrohet. Okej. O, era rusi. Okej. Hape pak volumin? Po e hapi vras pati volumin. Komplet. Era ta kthej që kena fol me... Jo. Okej. Përshëndetje Era, përshëndetje vajza. Faleminderit që keni ftu për me ba një përshëndetje për mikun tem, Labin. Me Labin ka vite që njihemi. Kemi një shoqëri të ngushtë dhe të mirëfillt. Me Labin nuk na ka lidh vetëm televizioni, na ka lidh shoqëria që unë e kam pas dhe e kam me motrën e Labit, njëkohësisht dhe me Labin. Jo me fat që e kam atë njërin në shoqërinë tem edhe në jetën tem si shok, si mik, si vlla. Unë me Labin kam shumë gjana televizive ku besoj shumica veç edhe i kam pa edhe i din, po ka diçka që njerëzit ndoshta nuk e din edhe kisha mi thonë Labit, o Labi, u bo vite që njihemi edhe se di a ke harru ato momentet e bukura tonat, unë e ti dhe Agnesa, të banesa joj, me një shtrat, jo kushtet qysh janë sot, me një koltuk ato të saloni, edhe ato momentet tona të bukura, ato net pas gjumë që i kemi kalu, a i ke harru ato net, e ato dit që për mu janë të paharushme. Edhe kështu që një porosi po të dho, Era me i thonë Labit që bia t'i ke harru, s'po na mbledh ma si dikur. Edhe pse që Ndresa po nafton shpesh, po ti na ke lon pak ana shmu dhe Agnesën. Faleminderit shumë, shëndet, Labit, gjithë mirat. Era, faleminderit shumë për ftesën, për qafime për të gjithë. Edhe Lori o këto me. Ej, faleminderit shumë shkurtës. Shkurte është këngëtare shumë e dashur, disa këngë që vërtet i këndohen shumë edhe në Shqipëri, i dëgjon nëpër makina, i dëgjon nëpër klube, edhe ne e përshëndesim shumë dhe e falenderojmë shumë. Shkurta Gashi është njëra prej mikeshave të mia, domethënë të mira, edhe përmendje dhe aty edhe tregoj domethënë që kam harru kohën e fundit me mbledh bijat. Nuk është e vërtet, se ajo ka motra, ka jetën ngarkume për shkak të fëmija, shkolla, gjitha që i kanë. Në anë tjetër po e fëcire shkurte në dy të fëmijët, dy të janë të ciri mu marë me ta, jo, në përkushtuar. I merë një fëmijë të gjithë bashkë edhe? Kështu që e vetë me mundësia është me ikë t'i kohë, me rezervu t'i kohë, edhe me shku krejt kohë m'del bashkë, edhe më mbledh bashkë edhe për me ndajt bashkë. Është kënaqësi jo, nuk si haroj asnjëherë dhe më thonë atë ditën e mia. Nuk i haroj kur atë shtratin që ta atë kauqin, atë koltukun, po e marë, po e qujtë më tonë të fillimeve të mija, edhe atë të tregoj kush ma ka japë atë koltuk. Kur njëtën temen s'kom tregu edhe po e tregoj për erën pa. Dhe thonë, sa po hyna në banesë, dhe më thonë, edhe kisha marë banesën, edhe në fakt, dhe më thonë, qatë për jullë, dhe më thonë, mu mos mu babi. Edhe unë dusha pa tjetër dhe më tonë një farë lehtësimi për ta që me shku në atë jetë, me ndru jetë, po me konë i rahatum që unë u bona rahat. Unë e erdha dhe më tonë tek banesa, e rezervova banesën, e mora banesën, o gjithë shkapin dhe më tonë me mujtë me kompletu që fakt, a i vish me konë rahat dhe më tonë edhe nësë ndrën jetë dhe më tonë me ditë dhe më tonë që edhe pëse një mjek në thanë që e ka kaq jetën, nuk ka jetë ma shumë, se e përfshirë metastaza, kancerit, e shumë qka dhe më thonë. Edhe unë që
çka me bo, qysh me vendos ku, edhe unë kam pas miq edhe falë Zotit kam shumë miq të mirë. Edhe kthehet më thot Aida me Armendin thot ulsën tonë gjelbërtën që e kemi edhe ulsja tresh është edhe një fotele, thot jemi tu e hek edhe po e dojmë me marrë diçka, po e merr që e mbanisë edhe viç sa e lën domethënë për fotografi. Edhe ajo ulse domethënë ka ndajt jo një vjet, po ka ndajt një 3-4 vjet mrenda asajna, për shkak që thash, vështirësi shumë të mëdha, sande shumë të mëdha, sfida, sprova tjetës, mund, sakrificë, familja këtë anën tjetër, baba shkoj, u dufke me punu edhe për veti, u dufke me punu edhe për ata, dhe me tonë u bona si maj madhi i familjes, u dufke si që dhe sen, si sot nuk i haroj, po e marrë shembull që shpesh herë, vishim edhe vike shkurta, hajde apo marrim qëta, apo marrim këta, apo bojmë këta, shumë shpesh, dhe me tonë, edhe mu, edhe motrës, për marrë shembull, ka ditë se ka shku jashtë, ka këndu jashtë, kur vike prej jashtit, vike me ka një dhurat në gëzëjke. Po si që kanë pas apere. Na pike qokolada fi zvitre. Tani vinë festat, kështu që duhet t'i mbledhësh, se është fund vit. Fund vit e patjetër, kështu që i shpalosa dhe disa sende ndoshta që nuk i kanë ditë domethënë edhe shikuesit për mu, kështu që unë jam falendërues dhe jam mirënjohës secilit prej atyre njerëzve që kanë pas pjesë jetës same. Pjesë timën për shkak që unë nuk i haroj. Ata të cilët fakt domethënë pak ka shumë janë mundu domethënë me qenë pjesë e imja, pjesë e jetës time, jam mirënjohës pafund deri në ditën e fundit, po edhe ata nëse kanë nevojë edhe sot e kësaj dite për mua unë jam shumë i gatshëm. Por një respekt dhe një mirënjohje edhe për ata të cilët pak nuk i kam pjesë jetës time. Për shkak që ata më kanë mësuar domethënë çka është me qenë njeri. Për shkak që ata më larguan prej vetës, nuk i kam më afër vetës, por ndoshta ai nalt atje din pak me menaxhue edhe din pak me kon me ta afruar, kon me ta largu prej vetës. Kështu që unë them faleminderit. Po, unë them faleminderit për shkak se ai mbi gjitha na dirigjon edhe na drejton kon me pas nga të vetet e kon mos me pas nga të vetet. Faleminderit edhe ata që si kam. Ne falenderojmë dhe në fakt ti je më i thjesht edhe se publikimet e tua në rrjetet sociale. Je vërtet shumë i thjesht, je vetvetja. Unë mundona gjithmonë që shumë pak me postu dhe shumë pak për jetës personale me transmetu, edhe këtu sa jam me ju kisha dashur një mesazh sidomos për fytyrat publike, kujdes lutem. Sidomos tek prezentimi juaj edhe tek fotot e juaja. Doni me pas kujdes shumë të madh sidomos nëse postoni tek rrjetet sociale sa i përket ushqimit, sepse mbi gjitha mendojeni që tani ku dorën kokë dhe mendojeni dikush që nuk e ka edhe ndoshta lakmon. Kështu që please, mundohuni me qenë sa më transparent dhe me qenë sa më të hapur, mundohuni jetën tuaj reale me shpalos dhe me tregu, për shkak që nuk është jeta jote reale veç Maldive, Dubai, Ferrari, Gucci, Prada. Se ne tregoni ndonjëherë që hani edhe pasull të shtëpia, tregoni ndonjëherë ndoshta që keni pas edhe një jetë shumë të vështirë dhe keni pas kushtet shumë të vështira, tregoni ndonjëherë që edhe ne kemi lakmu ndoshta me pini kafe, sepse nuk i kemi pas mundësi për me pi kafe. Do jetë vit i ri, që do ham përshesh me gjel, gëzuar të gjithëve. Edhe unë pëjtam, gëzuar festat edhe juve dyjave, inshallah keni patë dashni, edhe mbi gjitha, dhash Zoti që të vi edhe tek përvjetori i 10 emisionit. Ne falenderojmë me zemër, po na dhe një mësim shumë të mirë që avash bën gjërat e mira. Gjërat e mira pa mund e pa sakrificë nuk vinë. Kështu që duhet mund. Ishte shumë kënaqësi një kafe me Labin. Faleminderit. Ju dyja ju pres tek kafja eme për me shiu. Unë me qenë tash natani, ju me qenë këta. Respekt, faleminderit. Jemi javës tjetër. Faleminderit. All I need is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.